Ktheu nga ke ardhur, Trump sulmon ligjvënësit musliman që ndërprejnë fjalimin në Kongres. Një debat i nxehtë politik shpërtheu në Shtetet e Bashkuara pas fjalimit të Donald Trumpit për gjendjen e kombit, ku kongresistët demokrate Ilhan Omar dhe Rashida Tlaib e denoncuan publikisht presidentin nga salla e Kongresit. Të nesërmen, Trump ju përgjigj në platformën Truth Social, duke i quajtur dy kongresistet me IQ të ulët e duke sugjeruar se duhet të institucionalizohen. Ai përdori terma përçmues duke i përshkruar si të çmendura dhe të sëmura dhe u bëri thirrje të kthehen nga ku kanë ardhur. Në të njëjtin postim, presidenti përfshiu dhe aktorin Robert De Niro, të cilin e quajti gjithashtu të çmendur dhe me IQ jashtëzakonisht të ulët. Debati i filloi pasi Omar dhe Tlaib ndërprejnë fjalimin e Trumpit për të kundërshtuar komentet mbi emigracionin dhe një hetim të komunitetit somalez në Minnesota. Sipas mediave, ato broritën duhet të turpërohesh dhe gënjeshtar duke kritikuar politikat e administratës për emigracionin. Reagimet nga demokratët ishin të ashpra. Hakeem Jeffries, udhëheqësi i pakicës në dhomën e përfaqësuesve, e quajti retorikën e Trumpit të turpshme, jo presidenciale dhe jo patriotike. Pete Aguilar, kryetari i grupit demokratik, mbrojti Omar dhe Tlaib, duke theksuar se ato janë përfaqësuese të zgjedhura në kontakt me komunitetet e tyre. Trump ka përdorur një gjuhë të ngjashme urrëtie kundër kongresistëve progresive dhe komuniteteve që ato përfaqësohen qysh nga viti 2019, duke shkaktuar kritika dhe akuza për racizëm. Omar ka deklaruar se retorika e presidentit ka kërcënuar madje jetën e saj dhe komunitetin që përfaqëson, duke kërkuar masa sigurie shtesë.